E papritur në Big Brother VIP 5 ndodh puthja e parë në shtëpi me Selinës dhe Gretës. Brikena, Greta, Mateo, Kristi, Mali dhe Miri kanë lënë mbrëmjen e së hënës akuariumin dhe janë bashkuar me pjesën tjetër të banorëve në shtëpinë e Big Brother VIP 5 pas një vendimi të vëllait të madh. Megjithatë, dalja nga izolimi erdhi me një kusht të rreptë. 6 banorët nuk duhet të komunikojnë me asnjë prej banorëve të tjerë të shtëpisë, përveçse mes tyre. Hyrja e këtij rregulli do të sillte rikthimin e menjëhershëm të gjithëve në akuarium për një kohë të pacaktuar. Sa po u bashkuan me banorët e tjerë, tensioni dhe provokimet nuk munguan. Pjesa tjetër e shtëpisë u përpoq vazhdimisht t'i vërë në siklet dhe t'i nxisë që të flasin, duke rrezikuar humbjen e sfidës. Një nga momentet më të komentuar ndodhi në obor, ku banorët po qëndronin të ulur. Selin ju afrua Gretës dhe, duke mbajtur një buzë kuq në dorë, nisi t'i lyente buzët për t'i dhënë më pas edhe një puthje. Pavarësisht situatës, Greta tregoi vetë përmbajtje dhe nuk komunikoi me Selin, duke respektuar rregullin e vendosur nga vëllai i madh. Ajo ju përgjigj vetëm banorëve që kishin qenë me të në akuarium.